إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të dashur dhe nderuar vëllezër besimtar, ju të gjithë që jeni qenë kam me kry një obligim dhe detyrë karshi Allahut Dhul Xhelal. Ju që keni ardhur në këtë xhami për ta falë këtë namaz të xumos, lut Allahun e madhëshëm që çdo hap që e keni bërë drejt xhamis, Allahu ta bën hap drejt xhenetit të tij. Lut Allahun e madhëshëm që të gjitha adhurimet dhe duat që i bëni në këtë ditë të madhe të kësaj xumaje, Allahu t'i pranon prej jush. Lut Allahun e madhëshëm që musliman kudo që janë e që kanë vështirësi, Allahu të ndihmon. Lut Allahun e madhëshëm që musliman Palestinë dhe Gaza nevojat që i kanë, Allahu Dhul Xhelal të ndihmon edhe për atyre vutjeve dhe të lasheve t'i shpëton. Të dashur vëllezër, sot me ju du me qa një dert, du me fol për një situatë që mendoj se të gjitha argumentet fetare na detyrojnë me fol për te. Është një adhurim që nëse na e lam pikpyetje sa ngelemi ne musliman. Është adhurim i cili tregon shtyllën kryesore të Islamit. Është adhurim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe në momentet e fundit të jetës së tij e la amanet. Është adhurim që nëse ai largohet nga ummeti Islam, nuk e di çka ka mbet për Islamit në atë ummet. Është adhurim që llogarinë e parë që kena me pas për Allahu Dhul Xhelal ka me qenë në lidhje me këtë adhurim. Adhurim i cili na jep lumturi dhe kënaqësinë këtë botë dhe është garantues për shpëtim në ahiret. Po, të dashur vëllezër, tani kanë fillu pushimet verore. Edhe ky fjalim i dedikohet rinjisë son në mënyrë të direkte dhe i dedikohet prindërve, familjarëve, hoxhallarëve dhe mësuesve në mënyrë indirekte. Fëmijët e tanë tani kanë fillu pushimin veror. Mirë po pse ata kanë hapësirë me u dëfry dhe margëtu, me kalu kohë ma shumë në për kafene, në për qajtore, të shetit, të lujt futbal, e të lujt sportet e ndryshme, e të shku mu fresku në lumet e ndryshme dhe malet e ndryshme që kemi na, kjo nuk i amneston ata dhe nuk i shfajson ata, nëse ata e harojnë qëllimin e krijimit të tyre, ajo është adhurimi Allahut. E mënyra me e mirë për të adhuru Allahun është kujdesi, është respekti, është vetdia, është disiplina në kryerjen e namazit. Po, gjithë na jemi të ballafaquar për çdo ditë me familjar. Buri te gruaja e vet e shef neglizhencën karshi namazit. Gruaja te buri i vet e shef neglizhencën e tij karshi namazit. Prindi e shef neglizhencën e fëmijës karshi namazit. Mësuesi e shef neglizhencën e nxënësit të tij karshi namazit. Hoxha e shef neglizhencën e xhamatit të tij karshi namazit. Punëdhënësi e shef neglizhencën e punëtorit të tij karshi namazit. Krejt na e shohim njëri tjetrin sa i rin gati namazit e sa e lën pasdore namazin, edhe ka përcejmë si mbjullazi dhe bohemi se nuk shohim. Sere në ndodhë të ardhë në xhami, rinë, djemë të rinë, kafe dhe në qajtore, të shkon me falë namazin, a i rinë aty të bo qef, dëfrim, argëtim, dhe nuk shohët me u përgjigjë muezinit kur thot, hajja ala salah, hajja ala felah, eja në namaz, eja në shpëtim. Jo rasisht o vllazni, ezani ka këtë kuptim dhe këtë dëmëthanje. Thirrje 5 herën ditë, duke fillu të ja kujtu njerëzimit se Allahu është më i madh, s'ka gjë më të madhe se Allahu.
as puna, as mësimi, as pasuria, as pushteti, as pozita, as fama, asgjë nuk është më e madhe se Allahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ja nis muezini ezanit e tij me ma kujtu mu, edhe ty, edhe çdo muslimanit, se Allahu është më i madh se çdo gjë. Nëse duhet me dëshiru dhe me kërku diçka, prej Allahu duhet me kërku. Dhe nëse duhet me u frigu prej dikujt ose prej diçkafit, prej Allahu duhet me u frigu. Andaj, o vllazën, kjo gjendje rini son, e cila një ditë e hub sabahin, një ditë e hub iqinin, një ditë lodhet e lën Yasin, masë në një javë nuk falet, masë në një muj nuk falet, masë i ka përcen muja i pa u fal, na fak e kena këtë gjuma, ku shumica për neve respektojmë dhe vim xhami, por edhe për gjuma kemi njerëz nga familjet tona që fatkesisht na vim gjuma, ata vazhdojnë me nejt kafenejnë qajtore e nuk vinë me fal e as gjuma. Si ka mundësi në mesin e familjeve muslimane me pas njerëz që nuk kanë frikë Allahun dhu xhelal dhe nuk u kanë mbush zemra e tyre me dashuri për Allahun dhu xhelal, që në momentin kur i thirr ezani me ardh në shpëtim, me kry këtë detyrë dhe obligim, ai me refuzu dhe me kundërshtu, edhe përsëri vetes musliman ai me i thonë. Edhe përsëri ai me mendu se ka me shpëtu, edhe prej banorëve të xhenetit ka me qenë. O vllazën, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i sëmur para vdekjes, u alivanoske nga smundja e rëndë, e një ditë kur u kthjell, tha as-salatu as-sala wa ma malakat aymanukum, kujdesuni për namazin, amaneti i fundit, kujdesuni për namazin o umeti jem, kush don me qenë umeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, namazi duhet me nejt gati. Asti namaz nuk ka drejt me i ik. Shumë kush i prej nesh shkon në pushim e haron Rabbul Aleminin dhe e lën namazin pa fal. Shkon me esna për bjeshk, e haron Rabbul Aleminin dhe e lën namazin pa fal. Shkon në spital e ka ndonjë problem vështirësi, e haron namazin dhe e lën pa fal. Tjetri i angazhuar me punë të dynjas e ka sezonën, e lën namazin, e haron Allahun dhe e lën namazin pa fal. I themi na këtyve njerëzve, ku do që të shkosh, çka do që të bësh, me çfarë do angazhimi që i angazhuam, namazin nuk ka arsyetim për mulon. Allahu dhu xhela tha, ja ju ledhina amanu, aqimu salate wa atu zakate, o ju besimtar, kryeni me përsëshmëri namazin dhe jepni zakatin. Dhe tregoj se muslimant e më vonshëm kanë me shpërfill namazin dhe nuk kanë me adhon hakin namazit, fe khalefe min ba'dhim khalfun adha'u salat, dhe kanë me ardhë pasardhës të cilët kanë me humbë namazin, si vlerë, si detyr, si obligim, si prioritet në jetën e vetë. Kanë me lonë mazdore, kanë me shpërfill, s'kanë me adhon hakin e vetë. Fesofe yulqauna ghayya, e këta njerëz që kanë me lonë namazin pas dore, këta njerëz kanë me uhudh në xhehenemin ghaj. Njëri për xhehenembeve që është i mbushur me qelbin e xhehenemlive, Allahu na rujt. Andaj e tregon Allahu dhu xhelal një bisedë që e bën me xhehenemlit, dhe tregon Allahu dhu xhelal i thot ma salakakum fi saqar, cila është arsyeja që ju keni ardhur në këtë xhehenemin saqar. Përgjigje e xhehenemlive ka me qenë lem nekun minel musallin, nuk ishin për atyre që e falshin namazin. Ore njerëz, o ti i ri, ti që vrapon pas famës, pozitës, titulli shkencor, ti që mundohesh me mbledh pasuri dhe autoritet dhe ndikim, këto janë qëllime legjitime, nuk kanë problem, ama jo në llogaritë të namazit. Sa e sa djem i kemi pas në për xhamijat tona, momentin që e mur një pozit në shtet e la namazin. Sa e sa njerëz i kena pas fukara në xhamijat tona, ja qeli Allahu rizkun e ubo zengin e la namazin. Sa e sa njerëz ishin të panjofshëm lagjet tona, u boj i famshëm për një gjë e la namazin.
sa njerëzi ishin të smund e të lisht, e faqin namazin rregullisht, u shërun e u bën të fort e lanë namazin. A kështu adhurohet Allahu? A kështu na duhet me pas raportin me Allahun? A mendojmë na se mund me mashtru Allahun? A mendojmë na se kështu me këtë hile ka mundësi me ecë përpara? Jo vallah, pasha Allahun jo. Andaj o vllazni, shpesh herë na folin për gjendjen e umetit islam që është shumë e vështirë. Edhe mundohemi me gjetë arsyet e kësaj gjendje së vështirë. Edhe mundohemi me ofrue zgjidhje të kësaj situate të vështirë. Mirë po një gjë duhet ta kuptojmë të gjithë, unë që flas, hoxhallar të gjithë na për xhamiat e tyre, mësues na për shkollat e tyre, prindrit në shtëpiat e tyre, e gjithë na kudo që jemi dhe kemi ndikim, duhet ta kuptojmë një gjë. Nëse na nuk e ndryshojmë raportin ton ndaj Allahu Dhul Xhelal, nuk ka me ndryshu raporti jon këtë botë me njerëzimin përgjithësi. Inna Allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një popullit derisa ata nuk e ndryshojnë veten e tyre. Andaj ndryshimi jem si musliman fillon me ndryshimin e raportit tim karshi Allahu Dhul Xhelal, me adhurimin e tij të vërtet, me madhërimin e tij të plot dhe me kryrjen e detyrave dhe obligimeve në mënyrë të saktë dhe disiplinuar ashtu siç kërkon Allahu i Madhërisht. Thot Allahu Dhul Xhelal: "Hafidhu 'ala s-salati, hafidhu 'ala s-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Kujdesuni për namazet, e sidomos namazin e mesëm dhe qëndroni në qiyam për të adhuruar dhe madhnu Allahun Dhul Xhelal. Andaj kujdesuni, ruajini namazet e juaja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Men fatahu salatul asri fa ka'annama butira ahluhu wa maluhu." O vllazni, ky hadith është madhështor. E di çka thot? Me ardh një lajm se këtë familja jote kanë bo aksidente dhe janë mbyt. Dhe këtë pasuria jote që ke pas ta kanë marrë. Është lajmi ma tronditës, ma shokues që ka mundësi me të ardhë njëtën tonë. Allahu mos na mundsoft kur një aksi lajme me marë. Këtë familja jote janë mbyt dhe këtë pasuria jote është marë. Nuk këtë jeta jote ma kam baru. Thot që ki lajmë me të ardhë është ma pak i keq se sa me t'ik namazi i qindis. Hajde tash vllazni, unë edhe ti, llogaritmi vetën dje, a kemi fali i qindin apo na ka iki qindia? Par dje. E kemi fali i qindin apo na ka iki? Parën par dje. E kështu me radhë. Me t'ik namazi i qindis është ma keq se krejt familja jote më mbyt edhe krejt pasuria jote më humbë. Dridhuni pak o vllazni. Dridh në zemrën. Dridh në mendjen. Shto në frikën për Zotit. Shto në madhnimin e tij. Ktheuni vetë vetës dhe qortone në vetmi, se cili për neve ka nevoj me ja kujtu vetë vetës fundin e ti. Gjithna të Allahu një nga një kena me dalë, dhe për çdo gjë kena me dhonë llogari, e pa dyshim prej veprave të para që kena me dhonë llogari ka me qenë namazi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah." Puna e parë për të cilën ka me dhonë llogari njeriu ditën e kiametit ka me qenë namazi. A e fale sabahin sot? Ti që ki ardhë në gjuma, e ki falë sabahin sot? Se ki falë shkruje, se ki me dhonë llogari për namazin që se ki falë. Mas gjumas është i qinia. A ki bën jetë me falë i qinin, apo ki mendu se gjumaja mjafton edhe për i qini, edhe për aksham, edhe për jasi? Nëse falë i qinin, ki me dhonë llogari për i qinin që se ki falë. Edhe për akshamin. O vllazni, çdo ditë i ka 5 kohët namazit. 100 ditë janë 500 namaze. 300 ditë janë 1500 namaze. Për çdo namaz, një nga një kena me dhonë llogari. Edhe punë e parë për të kena me dhonë llogari. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Baina ar-rajuli wash-shirki wal-kufri tarku salah." Mes njeriu të besimtar dhe kufrit dhe shirkut është lania e namazit. E kupton? Mes teje dhe kufrit është lania e namazit. Normal. Se është momenti ku ti e mbush imanin tanë me energji.
ku e mush shpirtin tanë me iman. Është momenti i namazit ku ti e mush shpirtin tanë me dashni për Allahun Dhul Xhelal. Aty ty e manifeston frikë respektin tanë për Allahun Dhul Xhelal. Po, andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht i thoshte Bilalit, ja Bilal, erihna bis salah. Qua Bilal thire ezanin, e tim e të rahatohemi në namaz, kënaqemi në namaz. Dhe kur kishte telashe dhe vështirësi, kane nebiju sallallahu aleyhi wasallam idha hazaba u shej, fezja ila salah, kur kishte ngushtica, probleme, vështirësi, nxiton të me fal namaz, mu qetësu, mu rahatu, mu kënaq. O vllazni, ti që je bab, je model për fëmijën tanë, nëse ti nuk falësh, mos prit fëmija jotë mu falë. O mësus, ti që i mëson shumë shkenca të rëndësishme në nxënësin shkollë, kujtoja Allahun Dhul Xhelal dhe kujtoja namazin. Ti që e punëdhënës dhe shumë të mira i ke bëu atij punëtorit tanë, mundsoja me fal namazin dhe përkujtoja obligimin e namazit. Ti që je politikan, shfrytëzoje pushtetin tanë për me jaletu muslimanëve me fal namazin. Mundsoja muslimanëve me pas pushim kohën e xumas me fal xumon. Paramendoni na këtu në vendin ton, Shkup dhe rrethin në këtë shtet tonin, ku kemi pjesë praktikante muslimanësh, nuk bisedohet për pauzë në kohën e xumas në Shqipëri, atje ku muslimanët janë më pak fetar, atje debatohet parlamentin e Shqipërisë, mi dhonë pushim muslimanëve namaz xumas me pas pushim. Ande politikantët tonë që kemi në për parlament dhe në qeveri, i themi e para keni frikë Allahun Dhul Xhelal dhe falni namazin ju vetë në vendet e punës tuaj. Pastaj keni gale, tualetoni namazin edhe nxënësve në për shkolla të mesme, edhe nxënësve edhe studentëve në për universitete, edhe punëtorëve në për punët e tyre, edhe gjithëve ku jetojnë ata që të kenë mundësi në mënyrën më të mirë të kryejnë këtë detyrë dhe obligim, sepse për aq sa na e falim namazin, aq më tepër Allahu na shton bereqetin edhe rrezikun edhe pasunin. Po, sa më shumë që i rim gati namazit na, aq më tepër Allahu Dhul Xhelal na shton rrezikun dhe furnizimin, ashtu siç e përmend Allahu Dhul Xhelal në Kur'an, wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha nahnu narzukukum. Thot Allahu Dhul Xhelal, urdhëroje familjen tonë me fal namazin dhe rigati këtij urdhrit dije se na ju furnizojmë juve. Pa mos e lën namazin për shkak të punës, mos e lën namazin për shkak të angazhimit, se furnizimi është dorë të Allahut, ai e jep sa don dhe kujt don sa don i jep ai. Thot Allahu Dhul Xhelal, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Në qiell te Allahu është furnizimi juve dhe këtë premtimet e juve. O të vllazën të dashur, në namazin duhet me bëu pyetje të përditshme të fëmijët e tonë. Jo vetëm ku shkon e me ka shkon, për namazin e ke fal. Sabajin o biri jem, o i bia jem e ke fal. Akshamin e ke fal. Jacin ku të shku ti pa e fal akshamin. E ke fal akshamin mas i ke dal para akshamit e ke ardhur mas jacis. Na duhet me pas gale namazin, edhe duhet me parashru si pyetje dhe si tem vazhdimisht në familjet tona, nëse duam të jemi mirë me Allahun Dhul Xhelal. Pastaj të kemi harmoni dhe bereqet shtëpia tona dhe të garantojmë dhe sigurojmë një jetë të lumtur dhe të qetë këtë botë dhe shpëtim në ahiret, se ku shkon te Allahu pa namaz, shumë punë vështirë kam i pas te Allahu, shpëtimi për te ka me qenë shumë i rëndë. Të dashur vëllezër, e fola këtë fjalë, e majta këtë fjalim, si amanet me përcjell te ju, e ju me pas në zemër dhe mendjen tuaj, dhe me përcjell te gratë dhe te fëmijët e juaj, edhe me pas si gale kryesore në jetën tonë, faljen e namazit, madhërimin e Allahut, ngritjen e namazit në zemrat tona dhe në pozitat tona, dhe pastaj të fitojmë rahmetin dhe bereqetin e Allahut Dhul Xhelal. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu kana ghafuran rahima. Alhamdulillah حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.